Përshëndetje të gjithëve, unë jam Linda Halilaj, me profesion psikologe prej shumë vitesh, një tjetër kohë edhe pedagoge jashtme në Fakultetin e Shkencave Sociale, por prej disa vitesh, për 3 vitesh jam angazhuar edhe në fushën e futbollit, duke qenë se jam zëdhënëse përshtyp e Federatës Shqiptare të Futbollit edhe kombëtares shqiptare, por njëkohësisht aktualisht faktikisht që është duke u luajtur edhe kampionati botror, jam moderator një programi sportiv në televizionin Klan. Për sa i përket temës, jam shumë e lumtur që jam zgjedhur faktikisht për të folur për këtë temë, sepse besoj jo vetëm unë, por të gjithë jemi njohur me konkurrencën ose competitionin që herët në jetën tonë, por kam përshtypjen që 2 fushat e mia, 2 dimensionet e mia të punës edhe të jetës e kanë bazë fundamentale konkurrencën që në gjenezë, le të themi, fusha akademike dhe nga ana tjetër fusha e futbollit, kështu që jam munduar t'i kap në këto dy dimensione. E nisa me një gjë shumë aktuale faktikisht, kjo është një foto shumë e famshme, kam përshtypjen se një nga fotot më ikonike në vijim, duke qenë se jemi përpara faktit që finalja e Kupës së Botës do të jetë ajo me Spanjës dhe Argjentinës, dhe kjo është një foto e shkrepur nga UNICEF në vitin 2007. Lamine Yamal sapo kishte lindur në atë kohë, kam përshtypjen se të ketë qenë rreth një muash ndoshta, dhe është pikërisht Lionel Messi i cili e lanë në një vask, në konteksti ka qenë sigurisht në kohëra të tjera, Messi ka qenë rreth 20 vjeç në atë periudhë, në lulëzimin e tij le të themi, dhe kthehemi sot në vitin 2026 ku pikërisht është ky djalosh i vogël që sigurisht është cilësuar ndoshta edhe një formë bekimi le të themi që e ka bekuar Messi në atë vit, dhe është pikërisht ai i cili është në competition, është në konkurrencë me të për të rrëmbyer trofeun më të madh që e duan të gjithë ata që luajnë futboll dhe që e duan futbollin. Sigurisht që gjërat të tjera i lidhin ata të dy me njëri tjetrin, duket sikur udhët e tyre janë të lidhura jo vetëm nga kjo foto, por sepse të dy Messi që është një legjendë e Barcelonës, nga ana tjetër Lamine Yamal i cili është duke ndërtuar atë rrugën e tij drejt të qenurit, ndoshta një legjendë e këtij klubi varësi edhe se si do t'i ecë karriera, por në një farë mënyre unë e shoh në këtë aspekt që konkurrenca jo gjithmonë bëhet pra ka kontekstin një individ kundër një individi tjetër, por ti mund të ecësh edhe në gjurmët e një personi, si në këtë rast që e ka të ndërtuar karrierën e tij edhe ka të përcaktuar disa rrugë, po themi, trofe që i ka fituar, frymëzim që ka dhënë, dhe pse jo ndoshta ky frymëzimi nuk ka pse të perceptohet si një lloj konkurrence, por ndoshta edhe një lloj mekanizmi që ty do të bëj të ecësh përpara edhe ndoshta edhe të bësh disa gjëra të mira në formën tënde, sigurisht, sepse konkurrenca nuk ka pse e dëmton le të themi kreativitetin. Tani dalim tek konkurrenca ime personale, le të themi, ose mënyrën se si unë kam perceptuar konkurrencën. Siç e thash, jam munduar ta kap në 2 dimensione, atë akademik edhe atë sportiv. Prej 10 vitesh, rreth 10 vitesh, ky do jetë viti i 10 që unë jam lektore në Universitetin e Tiranës, dhe nga ana tjetër për 3 vitesh që jam në fushat e futbollit. 2 botë komplet të ndryshme që faktikisht konkurrencën e kanë në themelin e saj, sepse nga njëra anë në universitet jam le të themi dëshmitare e konkurrencës që kanë studentët me njëri tjetrin, një konkurrencë e shëndetshme do thoja, por do dal më tej aty, sepse jemi mësuar gjithmonë ta perceptojmë mësimdhënien ose mësimnxënien në këtë rast si një formë e cila mat njohurit, mat dijet, mat vlerat e tua si individ, por nuk duhet të jetë domosdoshmërisht kështu, dhe ajo çfarë unë kam tentuar të bëj të paktën në këto 9 vite që jam lektore në universitet, në një farë mënyrë të thyej pak atë ciklin e faktit që nota të përcakton se sa i vlefshëm jeti si individ apo se sa njohuri ke, sepse është shumë relative, sigurisht që çdo individ është i formsuar ndryshe, çdo student mëson në mënyrë të ndryshme dhe sigurisht ne nuk mund t'i përshtatemi mënyrës së të nxënit të çdo individi, sepse janë 100 student, 200 student, por le të themi mund të adaptojmë deri diku disa mekanizma që t'i bëjmë të gjithë të jenë të përfshirë dhe ai vlerësimi në fund të mos tregojë një gjë shumë bazike, por të jetë fundamentale dhe mund t'i ndihmojë edhe studentët
që t'jenë dhe të përmirësohen më mirë dhe të mos nxitet kjo konkurenca për cilën jemi mësuar gjithmonë që nëse dikush merr një notë më të lartë, do të thotë që është një nxënës më i mirë, është një fëmijë më i mirë, ka punuar më tepër, sepse ti mund të punosh shumë më pak, por ke disa aftësi të caktuara në fusha specifike që ty të bëjnë të jesh pak më i mirë. Unë personalisht për shembull kam qenë gjithmonë më e prirur të jem e aftë më shumë në punët në grup që bënin prezantimet. Unë isha më e mirë në prezantim, por ndërkohë kisha një shoqe ose kolege që bënte më mirë pjesën vizuale të prezantimit në PowerPoint, ishte dikush tjetër që merr me statistikat, që lexonte shumë artikuj shkencor, kështu që në një farë mënyre ajo dilte një produkt i mirë sepse miksoheshin këto karakteristika që rrallë është i gjesh tek një person. Shumë mirë kur ka të gjitha këto karakteristika, por e mira në jetë është që neve të mos jemi në konkurrencë të brendshme me veten sepse nuk e bëj dot diçka të caktuar, por të gjejmë një gjë ku jemi mirë edhe mbase t'i kapemi pas asaj dhe ta bëjmë botën, le të themi me ato ngjyrat që kemi zbuluar brenda vetes. Kana tjetër është fusha e futbollit, ku praktikisht këtu le të themi jam dëshmitare më shumë se sa aktive, siç mund të jem në universitet që kam edhe një lloj vendimare, le të themi, të një nga elementeve më kompetitiv kam përshtypjen të botës, që është futbolli, një sport si të gjithë sportet e tjera që ka rezultate në fund, gjithmonë do të jetë një vendim përveç barazimit që gjatë një kampionati apo gjatë një kompeticioni caktuar që nuk ka rëndësi fitoria ose humbja, por përgjithsisht edhe barazimi është një statistikë që ndikon tek le të themi ajo platforma e fundit që mund të publikojë një klub, një sportist e tjerë. Kështu që sigurisht që jam munduar ta kap nga këto dy dimensione. Por në thelb, çfarë është konkurenca në perceptimin tim? Mund të jetë sukses individual, pra një person i cili merr trofeun, një person i cili fiton një çmim të caktuar, një individ i cili ka një sukses të caktuar në jetë, në fushën që ka zgjedhur, ndoshta në fushën ku ka pasur mundësi edhe të jap kontributin e tij më mirë, mbase rrethanat, konteksti edhe elemente të tjerë mund ta kenë ndihmuar. Dhe nga ana tjetër është dhe sukses i gjithë skuadrës. Dhe këtu kam përfshirë një foto të kombëtares shqiptare në momentin që kemi marrë kualifikimin për në fazën play-off të botrorit, kemi qenë në Andorra, që ishte një ndeshje shumë e vuajtur faktikisht, sepse ishte pikërisht ekipi kundërshtar i cili luante si një ekip shumë i mbyllur, nuk lejonte shumë aksione, depërtime dhe ka qenë shumë e vështirë për ne të gjenim golin dhe faktikisht goli jon ka ardhur pikërisht për një aksioni me 3-4 veprime të kombëtares tonë, pra nuk ishte një veprim individual i një lojtari që bëri të fitojmë ndeshjen e të arrijmë kualifikimin në këtë rast. Kështu që ndonjëherë konkurenca mund të çojë që ti të jesh të marrësh atë le të themi lavdin ose njohjen individuale si person, që sigurisht mund të kesh edhe persona të tjerë, pra ti dallon nga 1 ose 2-3 kompetitorë të tjerë, por nga ana tjetër mund të jetë edhe një sukses i përgjithshëm i gjithë ekipit, siç është në rastin konkret edhe futbolli në këtë pjesë. Sigurisht edhe futbolli ka elementet e vet personale, sepse gjithmonë dallon personi i cili është man of the match për shembull, apo mund të dallojë individi i cili ka shënuar më shumë gola, apo trajneri shpeshherë mund të jetë më i spikatur, por në thelb gjithmonë është një lloj është sport kolektiv dhe sigurisht që ndahet le të themi edhe përgjegjësia, por nga ana tjetër edhe suksesi. Por në fakt kur fillojmë të mendojmë për konkurencën ose kur fillojmë të vihemi në konkurrencë. Ka teori që sigurisht unë nuk e kam përfshirë këtu fëmijët, bebet e sapo lindura, sepse në thelb ata janë në konkurrencë me kohën, janë në konkurrencë me kreativitetin, me veten e tyre, sepse janë në fazë eksplorative, por realisht kur fillon të matet aftësia jonë edhe kur fillojmë të konkurrojmë me të tjerët, praktikisht gjenezën e ka shumë më herë se sa mendojmë, sepse ne mendojmë ndoshta që kur jemi në universitet apo kur jemi duke konkuruar për një punë, ndoshta ky është momenti ku ne vihemi përballë një personi tjetër që ka disa karakteristika të caktuara. Por në fakt nis shumë herët që në bankat e para të shkollës ku duhet të ngresh dorën dhe të marrësh vëmendjen e mësuesit për të përgjigjur një pyetje, ndoshta të kalosh edhe vetveten tënde, edhe emocionet që mund të kesh ose të arrish të organizosh mendimet në mënyrë që në ato kohë që të është dhënë nga mësuesi ti të japësh një mesazh të duhur. Nga ana tjetër të konkurosh le të themi edhe me nxënësit e tjerë për teste, për vlerësime, për detyra që ti mund të bësh. Shpeshherë edhe në kuadër të kontekstit social që ne jemi rritur në Shqipëri jemi mësuar pak me konkurrencë jo shumë të shëndetshme psikologjikisht le të themi, sepse gjithmonë na është matur suksesi ose ndoshta edhe cilësia jonë si individ në varësi të notave që marrim, në varësi të mbarvajtjes sonë mësimore, në varësi të asaj atij feedbackut që mund të jepte mësuesi ose mësuesja dhe sigurisht
unë jam shumë e lumtur që tash më ka filluar të ndryshoj pak ky cikël, se e shoh te studentët që nuk interesohen dhe aq shumë më për notat, por kam përshtypjen që unë vi nga një brez që ende për të ka qenë shumë e rëndësishëm ajo lista e notave në fund, dhe që vazhdimisht kur shkoja në shtëpi më pyeste mami se ke marrë ndonjë notë të mirë sot. Ndonjëherë edhe jam shmangur faktikisht shoh se s'kam marrë ndonjë notë shumë të mirë, sepse realisht nuk i kam vlerësuar asnjëherë notat, po themi si element që të përcaktojnë aftësitë tua. Po nga ana tjetër, realiteti dhe sistemi është i krijuar në një formë të tillë që notat ose po themi niveli që ti ke akademikisht të ndikon në mënyrën atë deg që ti zgjedh, sepse është një provim i caktuar që zhvillohet, janë disa provime në maturë, nga ana tjetër është një konkurs që bëhet për të shkuar në universitet, etj, dhe duam apo s'duam, sistemi është i tillë dhe ti duhet edhe të jesh performativ në këtë aspekt për të pasur rezultate të mira. Testet po ashtu janë një element tjetër se si ne konkurrojmë me të tjerët, shpesh herë duke ndarë ndoshta edhe triks të caktuar ose duke i treguar njëri tjetrit ndonjë gjë specifike që tregon që në thelb edhe kur ti je konkurrent me dikë tjetër, prap mundohesh të ndihmosh, sepse sado që ti mund të cilësosh një person si kundërshtarin tënd kur je në klasë të 5, të 6, të 7, po themi një test matematike, kam përshtypjen të gjithë kemi një eksperiencë kur e kemi ndihmuar dikë me një përgjigje të një ushtrimi apo edhe na kanë ndihmuar. Edhe ndodh dhe e kundërta, sigurisht, dhe kjo tregon se sa e shëndetshme është konkurenca edhe si e percepton individi konkurencën, nëse është diçka që ty mund të dëmtoj, mund të të prish, po themi, atë raportin final që lidhet me notat dhe me vlerësimin, apo jo. Dhe sigurisht shkojmë pas tek diplomimi, që është si thua mbyllja e një cikli, sepse në jetë ne formohemi nëpërmjet cikleve, cikle jetësore, cikle emocionale, në këtë rast cikle akademike, dhe sigurisht duket sikur është ajo përmbyllja e një rrugtimi që ka individi edhe me konkurencën e tij të brendshme, por dhe me të jashtme në këtë rast, se edhe aty ka procedura ose ceremoni që përcaktojnë, shpeshherë janë studentë të cilët janë më të spikatur, janë disa studentë të cilët dalin të flasin, të mbajnë një fjalim, etj. Kështu që praktikisht edukimi na vë përballë sfidave kompetitive vazhdimisht, po a është e shëndetshme edhe a na bën kjo ne të përmirësohemi? Unë mendoj që jo domosdoshmërisht shumë, sepse në sistemin arsimor shqiptar duhet kemi ende disa përmirësime në mënyrën se si studentët performojnë ose nxënësit performojnë në auditor, duke qenë se mund të bëhen pak më kreative dhe faktikisht kanë filluar shumë deg të caktuara që përfshin projektet, përfshin punën në grup, dhe kjo gjë e ndan pak ose e bën pak më të shëndetshme konkurrencën, duke qenë se ti ndan dhe përgjegjësi, nga ana tjetër ndan edhe suksesin në fund dhe vlerësimin e përbashkët që do të marrësh. Dhe më pas studimeve, kalojmë tek një konkurrencë përhershme që kemi me veten, me sistemin, me të tjerët, është punësimi praktikisht. Puna e parë që ne zgjedhim ose na zgjedhin praktikisht, sepse ne mund të aplikojmë në shumë punë dhe varet ku mund të zgjidhemi, ku karakteristikat tona përshtaten. Shpesh herë vijnë promovime në punë, për cilët po ashtu duhet të jesh vazhdimisht kompetitiv, sepse mund të jeni disa punonjës që mund të bëni të njëjtën punë, të njëjtat funksione, por promovimi ndonjëherë lidhet nga faktorë që kanë të bëjnë jo vetëm thjesht me përgatitjen ose sa i aftë je ta bësh një punë caktuar, por mbas edhe me karakteristikat individuale të personalitetit, të momentit, të kohës së duhur, të personit të duhur në atë moment që mund të promovoj. Kështu që po prap vijojmë tek cikli i individit i cili vazhdimisht duhet të provojë veten në një ambient shumë kompetitiv siç është puna, sepse në fund të fundit edhe suksesin në këtë punë praktikisht të mat në një farë mënyrë edhe cilësinë e jetesës, më tej, edhe marrëdhëniet që ti ndërton brenda punës shpeshherë ne kalojmë 8 orë të ditës, mund të jenë edhe më tepër orë, kështu që në një farë mënyrë nga 24 orë ne kalojmë aq shumë kohë në një mjedis i cili nëse është kompetitiv në aspektin negativ, le të themi na krijon stres dhe nuk na bën ndihemi mirë, mund të jetë diçka me cilën mund të përmirësohemi edhe mund të punojmë pak më tej. Nga ana tjetër, nëse arrijmë ta integrojmë siç duhet, sigurisht që mund të na sjellë shumë benefite dhe mund të jetë një gjë për cilën ne mund të përmirësohemi. Unë personalisht në lidhje me punën faktikisht e kam ndier kompetitivitetin sepse kam pasur të bëj në punë të ndryshme që ndoshta profesioni im nuk është se ka qenë shumë i përshtatshëm. Praktikisht kur mendon një psikologe në një federatë të futbolli, nuk të sigurisht psikologjia është shumë e rëndësishme, psikologu është shumë i rëndësishëm në futboll, por nuk është se jemi mësuar aq shumë me këtë lloj koncepti. Por në universitet, për shembull, kur kam nisur të jap mësim si pedagoge e jashtme, kam qenë 2 vite, të paktën minimalisht 2 vite më e vogël se studentët e mi, sepse unë kisha filluar klasën e parë më moshën 4 vjeç.
sigurisht nuk është se diferencoja shumë, le të themi, për sa i përket pamjes ose edhe formimit, por ka qenë një lloj stresi imi që e kam ndjerë në muajt e parë të paktën, se thoja mos ndoshta studentët do e marrin vesh që unë jam dhe më e vogël, dhe ne jemi mësuar pak edhe në kontekstin shqiptar që ne i vlerësojmë njerëzit pak edhe nga mosha, mendojmë që kemi pak më shumë respekt për më të rriturit, për të moshuarit, për nënat, gjyshrit etj. Kështu që kjo lloj gjëje më ka bërë që unë të mundohem të jem shumë më tepër kompetitive me veten time, praktikisht të mundohesha të jepja akoma dhe më shumë në atë gjë që jepja, se mos ndoshta mund të piketonin diçka që isha shumë e re për t'ju dhënë një informacion të ri, apo që ti mësoja ata se çfarë duhet të kuptonin nga profesioni jonë. Kështu që ka qenë një lloj lufte e brendshme, le të themi, emocionale, por edhe akademike, sepse më është dashur të punoj akoma dhe më tepër për të siguruar që jepja njohuri të duhura, dhe sigurisht tashmë janë bërë shumë vite dhe sigurisht janë më të vegjël studentët, edhe pse ka raste që kemi edhe studentë që janë në master, ndoshta mund të kenë masterin në dytë ose të tretë, por gjithsesi të qenurit kompetitiv vijon për herë, nuk është një rrugtim, le të themi, që mbaron. Në mësuesi, unë e them gjithmonë, unë jam studente e përhershme, sepse ti mëson nga studentët e tu, besoj edhe mësuesit mësojnë nga nxënësit e tyre, kanë shumë gjëra të reja që ata mund të japin, janë kreativ në mënyrat e tyre, ndoshta brezi im është ende paksa i përshtatshëm, le të themi, me brezin aktual, por brezat të tjerë kanë një koncept tjetër të punës, të jetës, të marrëdhënieve, dhe të paktën në fushën e psikologjisë që ne diskutojmë shumë në auditor për marrëdhëniet, për punët, për çdo gjë tjetër. Besoj se studentët mund të më japin dhe mund të më mësojnë shumë gjëra mua në mënyrën se si e perceptojnë ata botën, dhe kjo gjë mund të më ndihmojë edhe mua të jem pak më e mirë, le të themi, në punën që bëj, duke marrë parasysh edhe nga konteksti i tyre. Kështu që gjithmonë të qenurit student në fushën ku ne aderojmë, besoj se na përmirëson akoma dhe më mirë, dhe jo duke e parë si një lloj konkurrencë. Ata janë praktikisht konkurrentët tanë të ardhshëm, sepse do të jenë profesionistë të kësaj fushë, por në një farë mënyrë ti mund të marrësh disa elemente, mund të updatetohesh on time, le të themi, në real time, dhe mund të bësh akoma dhe profesionist më i mirë. Gjëja e parë që ne kemi mësuar kur kemi filluar të studiojmë psikologji, një nga të parat praktikisht ka qenë që një mendje e shëndetshme psikologjike, pra një individ i shëndetshëm psikologjikisht, është një individ i cili përshtatet, edhe ajo dallon një individ, një njeri nga kafshët apo nga objektet, sepse praktikisht sigurisht një plastelinë ti mund t'i japësh formë, një njeriu nuk i jep formën që ti do, por individi vetë formosohet në varësi të kontekstit, në varësi të rrethanave, në varësi të emocioneve që ndjen, kështu që për sa kohë ne arrim të jemi të adaptueshëm me të rejat që kemi, ndoshta në këtë rast edhe me konkurrencën që na vjen në momentet e caktuara të jetës ose në profesionin apo në punë specifike, kjo gjë na bën më të mirë, kështu që për sa kohë jemi fleksibël edhe mundohemi të adaptohemi ndaj situatave, besoj se e kemi arritur qëllimin që të jemi psikologjikisht të shëndetshëm. Por në fakt, ndryshe nga edukimi, futbolli është shumë ndryshe, sepse sigurisht që në arsim ti vlerësohesh, ke disa nota që merr, ke një lloj kompeticioni me të tjerët, por futbolli mund të ketë dy anë të veta, 300 anë në fakt, por dy kryesorët mund të jetë një stadium i mbushur plot, me shumë njerëz euforik që të duan të vlerësojnë, nga ana tjetër mund të jesh edhe në një moment të keq, le të themi, të karrierës tënde apo të keq të skuadrës ku ti mund të ndihesh i braktisur, sepse futbolli është pak hipokrit në një farë mënyrë, sepse të do atëherë kur je i mirë, po nga ana tjetër të lëndon dhe të dënon në momentin që ti nuk performon siç duhet. Më kam përfshirë këtu një foto nga Wembley, ka qenë ndeshja e parë që ne kemi luajtur me Anglinë në kualifikueset e këtij botërori, dhe nga ana tjetër kjo ka qenë ndeshja e fundit praktikisht kualifikuese, jo kualifikuese, ka qenë miqësore me Ukrainën, pasi ishim eliminuar dhe Ukraina dhe Shqipëria, ne ishim eliminuar nga Polonia. Edhe stadiumi kishte shumë pak njerëz patjetër, në Valencia më shumë ishin ukrainas, kam përshtypjen kanë qenë diku tek 10-15 shqiptar. Ishte ndeshje shumë e trisht për të luajtur, pra që trisht sa do jetë Francë-Angli, ajo finalja e vogël e Kupës së Botës. Lojtarët ishin të pamotivuar, sepse sigurisht kur ti ke shkuar ta prekësh ëndrrën dhe tishe ndoshta një ndër skuadrat që mund të aderojë në Kupën e Botës, edhe patjetër përfaqësoje kombin tënd, flamurin tënd, je në një realitet tjetër që do duhet për shkak të detyrimeve do duhet të bësh një ndeshje të jesh në një stadium të zbrazur, sepse futbollistët karikohen shumë nga tifozët, në thelb akti tyre performativ bëhet shumë herë më i mirë në momentet që janë përpara tifozëve. Dhe sigurisht gjatë gjithë punës time me kombëtare shqiptare kam kuptuar që realisht janë
Konkurenca sigurisht që është një gjë e përditshme, sepse për çdo pozicion në fushë janë 11 lojtarë të cilët ata janë titullar në një ndeshje, por për secilin pozicion të paktën janë 2 ose 3 lojtarë që luftojnë. Që në momentin që trajneri publikon listën e lojtarëve të grumbulluar për një cikël ndeshjes, le të themi, ka gjithmonë polemika, ka gjithmonë diskutime, çdo lojtar e di se çfarë karakteristikash ka dhe çfarë duhet të bëjë në stërvitje, sa duhet të punojë që ai të arrijë të marrë rolin e titularit. Ndonjëherë fati të ndihmon me një dëmtim të një kolegu, nga ana tjetër ndoshta momenti që ti po kalon me klubin të bën të jesh më i mirë, edhe ndoshta i përzgjedhur për të luajtur edhe me kombëtaren. Dashuria e tifozëve shpeshherë ndihmon, pritshmëritë ndonjëherë mund të bëjnë edhe të jesh shumë tepër euforike dhe ndoshta të mos performosh siç duhet, por në thelb konkurenca është baza në futboll edhe nga ajo çfarë kam parë është një gjë që dhe i motivon lojtarët. Mund të ndodhë ndonjëherë që ti ndihesh sikur gjithë bota është kundër teje, sikur nuk të jepet mundësia, edhe këtë anë të keqe të medaljes e ka sigurisht konkurenca. Po nga ana tjetër, shpesh herë të bën më të mirë edhe të përmirëson edhe të vën në kondita për të punuar akoma më shumë. Dhe kemi shumë raste faktikisht edhe tek kombëtarët shqiptare për lojtarë të cilët kanë qenë le të themi jo shumë të njohur ose jo shumë të preferuar për trajnerët, por ndoshta me atë sensin e adaptimit që thash më përpara, ndoshta janë përshtatur ata modulit, ndoshta moduli është përshtatur atyre dhe në momentet caktuara kanë arritur të jenë nga lojtarë më të mirët në formacion. Arber Hoxha është një prej tyre, për shembull, që ka qenë një lojtar që nuk njihej shumë në Shqipëri, tashmë është stabil me kombëtarën. Ka pasur lojtarë të tjerë të cilët kanë qenë gjithmonë titullar dhe tashmë janë në panking. Kështu që ndonjëherë konkurenca është e shëndetshme dhe e mirë për dikë, por nga ana tjetër mund të tregojë për dikë tjetër një anë tjetër të medaljes. Le të themi, por e rëndësishme që sporti ajo çfarë të mëson është të jesh gjithmonë kompetitiv, edhe kur je në moshën 41 vjeç, si për shembull Cristiano Ronaldo, Leo Messi në këtë rast 39 vjeç. Kam përshtypjen që kur mendojmë për futbollin dhe për konkurrencën, gjëja e parë që na shkon në mendje janë këta dy individ. Por që në fakt e kanë bërë njëri tjetrin më të mirë, sepse edhe në intervista që ata kanë dhënë me njëri tjetrin, gjithmonë janë shprehur që ndoshta konkurenca me Messi në këtë rast për Ronaldo, na ka bërë atë të jetë më i motivuar, të shënojë më shumë gola, performojë akoma më mirë për ekipin dhe kam përshtypjen që të gjithë në diskutimet tona të përditshme, një herë në vit të paktën të bie të bësh një debat nëse është Messi apo Ronaldo. Unë personalisht e bëj shumë shpesh këtë diskutim dhe ka gjithmonë argumente të ndryshëm që jepen dhe është interesante se si konkurenca mes dy individëve mund të çlirojë, le të themi, argumenta ose mendime tek njerëz të ndryshëm në bazë dhe ti kupton pak shumë edhe si e perceptojnë ata jetën. Ka individë të cilët thonë që njëri prej tyre është më i mirë sepse ka punuar më shumë, pra një person i cili vlerëson punën edhe kontributin që jep një lojtar brenda fushës, jashtë fushës, edhe se si përdor gjithë karakteristikat e tij personale, fiziku, mentalitetin, karakterin e tjerë. Nga ana tjetër dikush tjetër që i imponohet më shumë tek talenti, tek ajo çfarë bën në fushë, tek ndoshta edhe fati, ndoshta tek skuadra, por në thelb gjithmonë kuptohet që edhe debatin kjo lloj konkurrence e ka bërë akoma dhe më të mirë dhe më të shëndetshëm në thelb. Dhe unë në këtë debat gjithmonë kam qenë faktikisht e humbur, sepse ka shumë persona të cilët janë shumë tifoz të Messit dhe mund të japin një argument saktuar, por që vazhdoj edhe e bëj si debat. Dhe kjo tregon që në thelb konkurenca është e bukur sepse jo domosdoshmëri do ketë një cikël fillimi dhe mbarimi, mund të jetë e pafundme. Konkurenca të bësh shpesh herë të jesh edhe inovativ, edhe ka individ të cilët, sepse ti duhet gjesh rrugë të reja për të bërë më i mirë, në mënyrë që të kesh rezultate më të mira dhe ti të jesh fitimtar, le të themi, në një rrethant të caktuar, ose të marrësh kredite specifike, apo të përfitosh ndoshta financiarisht, ndoshta një vlerësim me një çmim, apo edhe thjesht afirmime, le të themi, në punën që ti bën etj. Në botën e futbollit ka shumë persona të cilët mund të përmenden për inovacionin, për disa tyre të cilët kanë shkuar tej atyre mundësive aktuale ose asaj çfarë po aplikohet, sepse të jesh kompetitiv duhet të jesh inovativ dhe të jesh inovativ do të dalësh nga zona e komfortit praktikisht dhe të krijosh një gjë që nuk është parë edhe më herët ose ndoshta të vësh rekorde që të tjerët nuk kanë arritur t'i vënë për shkak ndoshta të mentalitetit, për shkak ndoshta të ngopjes së suksesit, sepse fakti që ti arrin një sukses saktuar ndoshta mund të krijosh iluzionin që kaq ishte e mjaftueshme dhe unë arrita qëllimin tim. Unë kam zgjedhur t'i referohem Johan Cruyff, që është ajo tiki-taka e famshme e Barcelonës, që faktikisht daton
fillimisht e ka origjinën, le themi, në Johan Cruyff është holandezi fluturues, praktikisht i cilësuar, ka bërë magji me futbollin. Nga ana tjetër Sir Alex Ferguson që ka arritur shumë gjëra me futbollin anglez me Manchester United, Pep Guardiola aplikuesi tiki-takas, jo shpikës i saj, por ishte inovativ në mënyrën se si ai arriti jo vetëm ta aplikonte te një klub si Barcelona, por ta aplikonte edhe te Manchester City, edhe te klubet e tjera ku ai ka trajnuar, që tregon që ti të qenurit kur ti bën diçka inovative, mund ta mbartësh edhe me vete sepse në thelb është e jotja. Edhe konkurrencën ne kemi, siç e thash më herët, edhe me veten tonë, dhe këtë gjë mund ta mbartim edhe në mjedise të tjera pune, jo vetëm tek ajo zona e komfortit ku jemi mësuar. Jurgen Klopp pastaj që njihet për karizmën që ka si individ, karakterin e tij pak shpërthyes, dhe këtë gjë e ka transmetuar gjithmonë edhe në klubet që ai ka trajnuar praktikisht, kështu që ndonjëherë karakteristikat tona personale bashklidhen me atë sensin ton të konkurrencës dhe mund të na bëjnë edhe të jemi njerëz që shkruajmë ndoshta edhe emrin ton në histori në këtë rast. Që do të thotë që konkurenca nuk ka pse të shihet si një element negativ. Në fund këta zotërinj t'i japin dorë njëri tjetrit gjithmonë kur ndeshen, kështu që konkurenca shpeshherë mund të jetë edhe një lloj kortezie në fund të fundit, se ne mund të jemi kundërshtar, ne mund të kemi mërit inatet ose dëshirën që tjetrit të humbaset dhe ne të fitojmë, por nga ana tjetër në fund të fundit ti duhet të jesh një njeri i sjellshëm dhe duhet të ndjekësh disa protokolle, disa norma të humane, le të themi, edhe të zakonshme në botën e futbollit në këtë rast, po besoj të gjithë i aplikojmë edhe në botën tonë të përditshme të vogël aty ku ne punojmë, që duhet jemi edhe komunikativ me të tjerë, duhet jemi të respektueshëm etj. Dhe fakti që ti je një person i madh edhe i rëndësishëm nuk të bën që ti jesh më pak i sjellshëm me individet e tjera. Por në fakt, çfarë është konkurenca pa presion, sepse ajo çfarë dikton sensi i konkurencës tek individi, shpeshherë mendojmë si diçka që na streson, si diçka që neve na prish atë balancën tonë të përditshme emocionale ose të mënyrës se si i ndërtojmë raportet tona njerëzore, por në thelb konkurenca mund të vijë me presion i cili mund të jetë, në psikologjinë e quajmë eustres dhe distres. Një stres eustres që vjen nga fjala eufori, që është i stres pozitiv, që ne na motivon të bëjmë më të mirë, të studiojmë, të përmirësohemi në atë gjë. Distres është një stres i cili ne sigurisht na dëmton edhe na pengon, na krijon ndjenja ankthi edhe ngecje, le të themi. Ky është momenti i famshëm i qershorit të vitit kaluar, Reimana i humbet penalltin në Albania, në ndeshjen ndaj Serbisë, ishte një ndeshje në barazim, fitojmë një penallti, ishte një moment i artë, sepse sigurisht penalltia është një gjë që të çon praktikisht tek goli, duhet thjesht ti të dish ta shënosh edhe të ngatrosh, le të themi, pak portierin, je në avantazh, mund të mbrosh rezultatin, në këtë rast ke krijuar edhe një hap tjetër për të shkuar më tej. Pati sigurisht një trishtim shumë të madh nga ana lojtarit, nga të gjithë tifozët, pati një lumë kritikash, sepse ndonjëherë dhe të qenurit në spotlight edhe në qendër të vëmendjes për atë çfarë ti bën në jetë, të vë edhe në qendër të kritikave, kritika që jo domosdoshmërisht janë konstruktive edhe të duhura, sepse penallti kanë humbur shumë lojtarë, por praktikisht Reimana u masakrua. Po në këtë rast, faktikisht, ndonjëherë fati, puna nga ana tjetër, Manaj ka qenë kapiten, edhe suporti të tjerëve është diçka që ndikon. Manaj në ndeshjen e ardhshme, ne shkuam të luajmë në Riga, me Letonin, faktikisht barazuam, sepse edhe ka qenë një nga rezultatet më negative që na ka vënë në vështirësi në atë kompeticion në cilin e merrnin pjesë në kualifikuese të Kupës së Botës. Mana ishte kapiten, të gjithë prisnin që ai të ishte i ndëshkuar, le të themi, i trajnerit, edhe që vetë të merrte përsipër fajin, edhe të thoshte unë nuk dua, ndoshta njerëzit kanë pritur që ai të thotë unë nuk dua të luaj më futboll, nuk dua të jem fare pjesë e kombëtares, por në fakt ishte kapiten, bëri një ndeshje të mirë, u munduam praktikisht, morëm thjesht një barazim, por më pas në ndeshjen tjetër ndaj Serbisë në Leskovç që u zhvillua, ishte pikërisht Mana i cili shënoi golin e fitores dhe pikërisht në të njëjtën minutë dhe pothuajse në të njëjtën sekondë, domethënë se ka qenë në minutat e shtesës, 45 minuta plus disa sekonda dhe ka shënuar një gol dhe praktikisht u shndërrua në një hero kombëtar në atë rast dhe u shpagua, le të themi, në thonjza ai dëmi ose gabimi që kishte bërë. Por
konkurenca me veten e tij, konkurenca ndoshta edhe me të ngjashmit e tij në ekip, sepse në momentin që tifozët shihin informacionin, thonin pse luan përsëri ky lojtar, ndërkohë që ai humbi penalltin, se memorien e kanë shumë të shkurtër tifozët, harrojnë se çfarë mund të kesh bërë, ti mund të kesh shënuar shumë gola më përpara ose mund të kesh qenë shumë i mirë në punën tënde në këtë rast, ndoshta edhe e ndjejmë edhe në mjedis e tjera tonat, por shpesh herë të qenë kompetitiv me veten tënde, edhe me të tjerë, do t'i tregosh njerëzve se çfarë vlerash ke dhe se mund t'ja dalësh praktikisht të bëhesh më i mirë. Mund të çojë edhe në rastin e një suksesi, siç ishte edhe mbyllja e ciklit, le të themi, të Reymana, i këtij cikli të dhimbshëm, le të themi, në lidhje me penalltin, sepse praktikisht ai ka një karrierë shumë të mirë. Por në këtë rast dua të them që konkurenca në botën e futbollit jo gjithmonë është e drejtë, sepse janë rrethana të caktuara që ndihmojnë, janë momente specifike që ty të bëjnë ndoshta të kesh sukses apo jo, por kam përshtypjen që të gjithë e kuptojmë që na bën shumë më të mirë edhe mundohemi ne të përmirësohemi në varësi edhe të asaj çfarë shohim në mjedisin e jashtëm, por sigurisht lidhet kjo gjë edhe me karakteristikat tona të brendshme. Unë do doja të rikthehesha sepse në një farë mënyrë konkurenca nuk dua ta lidh me Messin ose me Yamal, dua ta lidh me një djalë të ri, me një person të ri në momentin më të mirë të jetës, le të themi, dhe me një foshnjë të vogël, sepse në thelb konkurenca është edhe një lloj cikli. Pra, ne jemi konkurencë edhe me veten tonë, edhe me atë mënyrën se si ne shohim veten kur kemi qenë të vegjël, se si e admirojmë në një farë mënyre ato imazhin e personit që ne duam të bëhemi, se individi ka disa perceptime, ka perceptimin që ka vetë për veten, ka perceptimin se si e shohin të tjerët, si mendon ai se e shohin të tjerët, dhe ajo vetja reale se si është, si realisht na shohin të tjerët, por ndoshta ne nuk arrim ta konceptojmë. Që na praktikisht gjithë competition në thelb është një lloj rrugtimi me veten tonë, me të kuptuarit se çfarë duam, ku duam të arrijmë, ndoshta edhe të admiruarit të vetes sonë aty, sepse duhet ta marrësh pak me të mira edhe veten, të jesh pak i sjellshëm, të jesh pak i dashur edhe me rrugtimin që ti ke pasur, me pengesat që ti ke hasur, me atë çfarë ti ke bërë për të arritur në një stad të caktuar, edhe ndoshta edhe duhet ta përkëdhelim pak veten tonë kur kujtojmë se ku e kemi nisur edhe ku kemi shkuar. Në këtë rast Messi ka qenë në shkëlqimin e tij, Yamal është një foshnjë, ta mendojmë pak sikur ne jemi Messi që kemi arritur disa gjëra dhe Yamali është vetja jonë e vogël në fillesat e veta që ka nevojë për përkëdhelje, ka nevojë për kujdes, edhe mund të arrijmë të bëhet pikërisht ky projekcion që sot kemi, që janë dy njerëz të cilët kundërshtojnë njëri tjetrin praktikisht në arenën më të madhe botërore, sepse në thelb kundërshtimin ose competitionin e kemi ne vetë me veten tonë. Dhe kjo është diçka që sigurisht ne mund të na bëj më të mirë, por pa harruar, po themi ato specifikat tona personale, pa e dënuar veten, pa dhënë mesazhe negative edhe për të tjerë, sepse në thelb e thash, konkurenca është me veten tonë, por njerëzit e tjerë mund të na ndihmojnë sigurisht të bëhemi më të mirë. Njësoj siç futbollistët i ndihmon ekipi për të bërë më të mirë, i ndihmon trajnerët, i ndihmojnë tifozët, edhe ne në punë përgjithsisht shumica kanë të bëjnë të paktën me dikë. Kemi kolegë të punës, kemi njerëz që na ndjekin, kemi familjarë që na suportojnë, kemi vetet tona në një farë mënyrë, sepse ne jemi një dimension i shumt jo i personaliteteve, por mënyrës se si personaliteti jonë manifestohet në fusha të ndryshme të jetës. Kështu që të gjejmë gjitha këto ngjyrat që ne kemi brenda vetes tonë edhe t'i përmirësojmë edhe të shohim se ku mund të na çojnë dhe të jemi gjithmonë në një konkurrencë të shëndetshme me veten tonë.